Vrasje makabre. Çifti gjendet I coptuar në çanta. Ja arsyeja. Mashtruesi I kriptovalutave Roman Novak, që njihej si miku I Durovit, dhe gruaja e tij janë vrarë brutalisht në Emiratet e Bashkuara Arabe. Çifti ishte zhdukur prej një muaji pasi shkoi në një takim me investitor në qytetin Hata. Sipas hetimeve paraprake, ata janë rrëmbyer për shpërblim, por pasi pengëmarrësit nuk morën parat, I vranë dhe I coptuan, duke I futur në çanta të braktisura pranë një qendre tregtare. Autoritetet ruse kanë hapur çështje penale për vrasje, ndërsa 7 persona janë arrestuar. Novak, I dënuar më parë për mashtrim në Rusi, kishte mbledhur mbi $500 milion nga projekti I tij kripto Fintopio, përpara se të zhdukej, mes dyshimeve se edhe vdekja e tij mund të jetë inskenuar për t'i shpëtuar borxheve.